Tani, okej, si kryetare e Partisë Demokratike, po nëse bëhesh kryeministre, më thuaj 3-4 pika që do t'i realizosh që fillim. Dita parë. Një. Dita parë. Do të them çfarë kam kohë që e them, e mendoj këtë, kam një listë mërësisht të gjatë. Një. Dita parë. Fut ligjen për limitim mandatesh të kryeministrit, presidentit, kryetarit bashkisë që kanë 3 mandate, duhen 2. 2 mandate. Po jo vetëm kaq. Ka një problem tjetër në Shqipëri, që të njëjtat person kalojnë nga ministër i ekonomisë, i transportit, i whatever, energjisë, tek kryetari i parlamentit, të bashkia, të kryeministria, të presidenti, kalon 80 vjet karrierë politike në qeveri. Duhet një limit mandatesh dhe kur e bën një kombinim të tillë, të paktën për pozicionet, nuk mund të them nga bashkia dhe kalon në kryeministri, se për shembull ke variantin që ke në Angli apo ke në Amerikë, mund të jesh mayor. Për shembull, DeSantis ka qenë në Senat, ka qenë në Kongres, kaloi u bë governor dhe pastaj donte të shkonte për president. Po ki parasysh një gjë që ka një distancim kur je governor i një shteti si Amerika është kaq e madhe, nuk mund të kesh këtë korrupsionin siç e ke Shqipëri. Po Shqipëria është një fraksion shumë i vogël. Pra duhet dhe një limit mandatesh në kombinim. Nuk mund të jesh ti ish president 2 mandate kryeministër, ndoshta ndalon 3 deri në 4 që do të thotë ose të bësh 2 mandate si kryetar bashkie dhe pastaj 2 mandate si kryeministër, ose 2 mandate kryetar bashkie dhe 2 mandate si president, ose 2 mandate kryeministër dhe maksimumi 4 mandate të kombinuara dhe fut dhe kryetarin e parlamentit këtu. Okej, 2. Okej, kjo ishte kryesore. 2, ndryshimi i kushtetutës për të hequr imunitetin nga deputetët, nga parlamentarët që ti nuk i arreston dot për korrupsion. Heqja imunitetin. 3. 3. Këto janë vetëm shumë kryesore, se ka një listë mërësisht të gjatë. 3. Heqja listave të mbyllura, që është gjë më jo demokratike që kam parë in my entire life, okay? 4, që është shumë e rëndësishme, kam diskutuar me shumë veta këtu si do e realizoj. Në Shqipëri ka një problem, dhe këtë problemi sigurisht që përsërisht e bëri Sali Berisha. Presidenti kishte shumë pushtet në Shqipëri se sa kishte kryeministri. Kur Berisha vendosi të lërë pozicionin e presidentit dhe të ishte kryeministër, i mori të drejtat ekzekutive dhe i solli me kryeministrin në parlament. Shiko tani çfarë ndodh. Edi Rama ka pushtetin ekzekutiv në dorë, okay? Dhe ka ministrat e Edi Ramës, duhet varen nga Edi Rama, dhe ai është pushteti ekzekutiv. Dhe ty t'ulen në krye të parlamentit. Parlamenti ka pushtetin të kaloj ligje, okay? Tashti çfarë kanë bërë këta? Në Amerikë ne kemi 3 deg. Kemi legislativin që duhet jetë parlamenti në Shqipëri dhe duhet kaloj vetëm ligjet, asgjë tjetër. Kemi ekzekutivin që është presidenti me ministrat në Shqipëri, quhen ministra për sekretarët e departamenteve, dhe 3, judicial, e drejtësisë, që është the Supreme Court e tjera. Tani çfarë ndodh? Sepse ti nuk e ke presidentin, ekzekutivi dhe legislativi, kur ti e fut në një vend, do të thënë që ti ke koncentruar pushtetin dhe ke bërë këto të 2 degët në një që kontrollohen nga ekzekutivi në mënyrë absolute, dhe këta i vini pastaj presion judicial, drejtësisë. Kupton se sa i disbalancuar ka qenë sistemi. Tashti, unë mendoj që o kryeministri si detyrë të hiqet komplet, dhe kalohen të gjithë pushteti ekzekutiv presidentit, dhe ministrat kalojnë jashtë parlamentit, dhe mos kenë lidhje me parlamentin, të merret parlamentit të ndahet në 2, sepse është shumë i madh, 140 veta, mua më duken 140 opportunities për të korruptuar në kushtet aktuale të Shqipërisë. Të ndahet siç e kemi në Amerikë, të ketë një dom të vogël. Si? Kjo është republikë presidenciale? Po, pse mos jetë? Ose semi presidenciale? Se po ndaj pushtetin. Po ja heq pushtetin parlamentit ku është korrupsioni i fokusuar. Po pse bëhet kjo? Duhet ta shpjegoj pse bëhet kjo. Sepse ekzekutivi nuk bën, legislativi kalon ligjet e veta. Presidenti mund t'i japi mund t'i shtyj ata për të shtyr diçka nga ana vet, varet kush ka maggjorancën e tjera, por nuk ka asnjë të drejtë. Tani, parlamenti ndahet në 2 pjesë, sepse ke domën e ulët që është e para që kalon ligjin, duhet ta aprovojnë ata. Mbasi ta aprovojnë ato, ja kalon Senati. Do të thënë gjysmën tjetër bëhet Senat që s'ka lidhje direkt me domën e ulët. Duhet ta aprovojnë ato dhe mbasi ta aprovojnë ato, ja kalon presidentit për firmë ligjin. Presidenti po s'ka dakord ta kthen mbrapsht. Tani nëse legislativi, ato të Kongresit, Parlamenti dhe presidenti s'janë dakord me njëri tjetrin, shkojnë në kushtetuesen. Gjykatë kushtetuese. Dhe
Prandaj ke 3 dek që mbajnë balanca, se 50% nuk mban balans. Duhet një i tretë që të thyej balancën, nëse 50%, kushtetuesja thotë që ka të drejtë ky apo ky. Kushtetuesja, do të thënë the judicial, vetëm interpreton ligjet. Legislativi i kalon ligjet dhe presidenti i ekzekuton ligjet. Kjo është mënyra se si e balancon ti dhe mban edhe korrupsionin larg. Okej, dhe besoj një pikë tjetër do të jetë drejtësia. Po shiko, drejtësia ka filluar vetingu. Do ta mbështesin SPAK-un? Unë kam mbështet SPAK-un që 2022 dhe më fillon mbi ajo. Jo, patjetër, por kur ti jeni kryeministre, si do ta mbështesh sepse qeveria nuk pret degën drejtësia. Në rast të parë ka një konflikt interesi nëse SPAK varet nga Ministria e Drejtësisë. Unë e kam mbështetur që në fillim e mbështet SPAK dhe duhet jetë deri në fund. Dhe SPAK-u nuk e mbaron dot detyrën, pa që unë kryeministër pa ndryshuar unë ligjet për të ndaluar korrupsionin e arshëm, se ti ke ligje që këta i kanë kaluar vetë që i lejojnë të kenë korrupsion të pastër. Kushtetuta duhet ndruar në një mënyrë të tillë që ata që vinë mbas nesh 50 vjet më mbrapa nuk do guxojnë më kur të ndryshojnë që të lejojnë ç'a ndolli në 45 vjet komunizëm dhe 35 vjet regjim të korruptuar post-komunizëm. Zonja Kokalari, ka një... Këto janë gjëra kryesore që duhen bërë që 6 mujorëshin e parë. 6 muaj. Kam një lidh. Okej. 6 mujorë duhet i kalosh direkt. Ka një fenomen ose një fakt që na ka lënë të habitur gati 3 vjet Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ka ambasador në Tiranë. Nuk ka ndodhur kjo vetëm kohën e Enver Hoxhës, vetëm gjatë regjimit komunist nuk ishte ambasador Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe s'kishte as marrëdhënie. Tani, çfarë ka ndodhur? Ka diçka thjesht teknike, siç e shpjegojnë disa, apo është politike Shtetet Bashkuara të Amerikës? Jo, nuk është teknike. Nuk mund të jetë teknike sepse nuk është teknike. Unë i kam teoritë e mia për këtë. Jo, nuk është teknike. I kam teoritë e mia, nuk mund të flas për këtë, por tash kemi një ambasador. Po është nominuar Erik Wendt, general. Nuk kam informacion për të akoma, që të them se kush e ka shtyrë, se si doli. Ky ka qenë përpara në Katar, dhe ajo më shqetëson pak që ka qenë përpara i nominuar në Katar, se ka shumë raste që edhe për ambasadorët lobojnë këtu. Për shembull, nëse je që t'jemi qartë, unë 2020 Grenell duhet ishte sekretari i shtetit, po të kishin fituar në 2020. Dhe e ka thënë dhe në një drek me shqiptarët. Do të thënë është fakt që dihet nga shqiptarët e Detroit, nuk është se po e them unë këtu. Donte që e kishte diskutuar me mua përpara, nëse do doja unë të bëhesh ambasadore amerikane në Shqipëri atë kohë. Atë ishte një mundësi që ju të bëheshit ambasadore? Po. Dhe këti, fillimisht ky e kishte diskutuar me miqtan të përbashkët, një muaj përpara drekës. Dhe unë i kisha thënë, ata i kisha thënë, nuk të shkon evi ty në Shqipëri, e ke parasysh Amerikanë ata. Dhe unë i thash, wait, një minutë, se dhe mund ta bëj. Dhe doja në fakt, sepse edhe ja kam thënë Grenellit, kur kam qenë unë e vogël në Shqipëri, më pyesnin njerëzit, ke parasysh që gjithë pyesin çfarë të bësh kur të rritesh? Do të thoja diplomate. Dhe dikush më tha, po nuk ka diplomate femra. Dhe unë i thash, okay, atëherë u mendova, dhe thash, okay, do martoj me një diplomat. Me një ambasador. E bukur kjo. Kam qenë pa e parasysh çat dekurajimi se tash atëherë nuk e analizoja dot se kisha kapacitet. Por ato më thanë nuk ka femra diplomate, pa ata kishin parasysh regjimin komunist. Kupton? Dhe ja kam thënë Grenell dhe i thash, imagjino sikur të ndolli se si e ke parasysh që fëmijë as e kisha menduar më se ti rritesh të merr ajo jeta reale e Shqipërisë, ndryshimi, emigrimi, e ke parasysh haron këto gjëra. Jo se kisha menduar në një pikë kur kam marrë në Amerikë, por kur kam marrë në fillim në Amerikë dhe nuk dija fillimin dhe ku ta filloja që të futesha drejt asaj rruge. Por ajo ka qenë fillimisht çfarë donte të bënte ai dhe unë i kam thënë, dëgjoj, nuk kam për të thënë jo. Mos i dëgjoj këta. E ke parasysh, por nuk kam për të thënë jo, por nuk po të them po. Po sepse nuk humbi Trumpi, nuk i ftuam në 2020. Nëse do ishte zgjedhur Trump president. Ai do ishte për sekretar shteti. Do ishte po të ishte konfirmuar. Dhe ju do ishte ambasador në Tiranë. Well, do ishte nominimi, po të ishte konfirmuar sërish, po pse mos nuk ishte arsye mos. Po i quajmë të mirë qenë. Jam e pastor, domethënë nga pse të bëj një background check ato, domethënë s'kisha për të pas probleme, por kjo ishte ideja.
dhe tash ti them, imagjino të vija unë si ambasadore në Shqipëri, duke mos se pas i dem fare se çfarë bëj në Shqipëri, se tani e di mirë çfarë bëj. Por si vjen jeta ndonjëherë. Dhe më vonë kemi diskutuar pasaj të mbuloja Ballkanin Perëndimor, se e ke parasysh që ky merri me Kosovën me Shqipërinë. Atëherë kam pas goxha ndikim unë tek Grenelli për se ka qenë shumë bias kundër Kosovës ai në atë kohë për arsyet jo të mira, po Zonja Kokalari, përpara se të fillojmë të flasim për historinë e jetës dhe familjes tënde, që unë kam shumë për zëmër ta diskutojmë, do doja një përmbledhje të shkurtër për situatën globale. Lajmi sot numër 1 në botë është vizita e presidentit Donald Trump në Kinë, madje disa portale me edhe mi sens humori kanë transmetuar pamje, zonja Kokalari, të vizitës së Mehmetçeut në Kinë në vitet 60, një vizitë e jashtëzakonshme. Në Shqipëri? Në Shqipëri Mehmetçeu. Po kush e ka transmetuar këtë? Po, në Shqipëri disa portale kanë risjell pamje të vizitës së Mehmetçeut në vitet 60 në Kinë. Dhe është gati e njëjta, po themi, atmosferë. Tani, si vlerësoni këtë, bota, tashmë ne themi është multipolare, jo unipolare, por ka përfituar më shumë Kina, se ky është diskutimi sot të gjitha mediat amerikane, fitoi Kina apo Amerika në këtë vizitë? Është për të parë, por fakti që Trump në Air Force One ka marrë individ si Elon Musk, ka marrë gjitha peshat e rënda. Peshat më të rënda. Më thot që këta kanë shkuar aty me një plan të negociuar përpara, dhe fitore do dali me Amerikën, se Trump është shumë i zgjuar edhe nga ana e optikës për të bërë gjithë të lojë dhe të dalë humbës. Por jam për të parë detajet, sepse si që themi ne, the devil, domethënë djalli është në detaja. Dhe këto dalin gjithmonë më mbrapa, kështu që është për të parë, unë nuk e shoh, nuk kam ndonjë respekt për Kinën e sotme, Partinë Komuniste të Kinës dhe nga mos kesh respekt, po a ka interes Amerika? Kjo është Po sigurisht që ka interes, se Kina është nuk po them superfuqi, se me Amerikën nuk mund të krahasohet, por shumë lart, mund të jetë nivel shumë lart në çdo kuptim. Kështu që është një element, një faktor që ti nuk e injoron dot, nuk e eviton dot, dhe duhet ta konsiderosh në çdo gjë që bën ekonomikisht apo çfarëdo që të jetë. Por nëse Trump ka marrë mundimin për të shkuar aty me gjithë të entourage që ka sjell me vete, besoj që nuk i lë ai të shpëtojnë, domethënë. Edhe ai është goxha tough, ka një New York attitude, se Trump është tamam New York attitude. E njëjta attitude që jam maturuar unë me tim shoh që kanë qenë po nga gati të njëjtat background, në kuptimin e fillimeve ku janë rritur, tipik New Yorkers, të dy të marrë me biznese. Sigurisht që Trump kishte bërë shumë para, se kishte goxha para nga jati gjithashtu, po është një mentalitet New Yorkese i të bërit të biznesit, dhe Trump i tillë është në biznes, është shumë i hapur, ti thot cop, pa filtra, por është gjithashtu very tough, që i themi ne. Domethënë nëse ti bën një gabim ai të kthehet në një farfej që të degeneron, që i tham unë. Atë lloj degenerimi politik që them duhet ta bërë gjithë publikisht, se e meritojnë shumica, por duke analizuar atë, Trumpi nuk del në favor të Kinës, vetëm duke parë se ka sjell me vetëm. Ka sjell gjithë White House, ka sjell gjithë peshën më të rëndë të gjithë administratës edhe financuesit. Dhe në këtë kontekst, si janë raportet e kryeministit Edi Rama me administrantët e Trump, dhe e vlerësuat atë fjalimin që mbajti ai në bordin e paqes? Është për mua është një clown. Unë e shoh komplet ndryshe. Ju e shihni nga ana e Shqipërisë. Unë e shoh kush ishte Edi Rama. Unë e shoh si e ka trajtuar Edi Rama, ose çfarë ka menduar Edi Rama për Trumpin. Më shoh mënyrën se si komunikon, shoh mënyrën se si ecën, shoh mënyrën se si vishet, gjestet që bën, që përulet me Giorgia Meloni, gjitha këto tregojnë për një karakter caktuar që s'është as pak dinjitoz, dhe Trumpi ka folur se ka futur Jared Kushner, atyre ju duheshin njerëz për atë bord, se nuk i vinin, Izraeli nuk donte të fute. Fjalimi i Ramës ishte i mirë dhe ishte në interes Kosovës, zonja Kokalari. Nuk të dëgjoj. Fjalimi i Ramës ishte në interes Kosovës. Nuk e di pse nuk të dëgjoj.
Më dëgjon? Tani të dëgjoj, më fal. Kisha një problem me spikerin. Po, fjalimi i Ramës ishte në interes të Kosovës dhe kjo duhet vlerësuar. Ishte, por Rama bëri një gjë të mirë, kam idenë që Rama futi Vjosa Osmanin aty. Ishte gjë e mirë, ishte në bord të Kosova jo, por duke qenë se duke futur Vjosën në bord, Vjosa u afrua me Trumpin dhe donte Trumpi e tha një fjalë, hey, nëse ke probleme më thuaj, it's like a joke, por ty që ta thuash një koment të tillë ose të bësh një joke të tillë, të thotë që të ka rënë në sy dhe të ka bërë përshtypje dhe ajo mjafton. Dhe mua vjen shumë keq ato hoqën ose Albini po bën numër tash me Vjosën, pikërisht që u hap një derë sepse Vjosa donte të hynte në White House dhe me të drejtë. Domethënë, Vjosa nuk ka avancuar asnjë interes personal, se çfarë interesi ajo presidente e Kosovës është, në White House kaloi, ato në State Department takoi, çdo gjë që bënte mbas kësaj ishte thjesht interesi i Kosovës. Dhe ishte një gabim shumë i madh, kështu që ja pra, tani kemi një pjesë shumë interesante të bisedës me ju, zonja Kokalari, për historinë e jetës dhe të familjes suaj. Ju lutem regjia, kemi disa fotografi, para është pema e familjes Kokalari, një familje nga më të mëdha jo vetëm në Gjirokastër, por edhe në gjithë Shqipërinë. Kjo është pema e vogël, më fal, duhet të dërgoja të madhen on ty dhe. Po, kemi dhe pemë tjetër, po të lutem, shkurtimisht mund ta thuash, domethënë me pak fjalë, cila është historia e familjes madhe Kokalari, zonja Kokalari? Okej, të kam dërguar një tjetër ku është dhe Enveri. Po, mbas kësaj lutem regjia, është edhe një tjetër. Më kalo ato që të tregoj. Nëse mund ta zmallosh atë, actually një sekondë se të hap. Po ja, kjo është, full screen. Po. Ja, një sekondë se më duhet ta hap se aty nuk e dalloj dot shumë mirë, po më jep vetëm një sekondë se. Po, patjetër, prekim. Duhet ta kem diku këtu. Shiko tash, aty, mund më zmallosh edhe një herë. Okej, gjeta. Po. Tash po të shohësh aty, ke edhe degën e Enver Hoxhës. Po. Cila është lidhja e Kokalarëve me Enver Hoxhën dhe jotja? Ma thuaj dhe njerë se unë kam probleme me speaker këtu. Cila është lidhja e Kokalarëve me Hoxhatët, me Enver Hoxhën? Një sekond. A ke probleme me, ja presim pak... Më jep një sekond, mbaj pak një minutë kamerën të ty të vë një ashtu tjetër. Patjetër, presim pak momente, kemi zonjën Kokalari, në këtë intervistë live këtu në Dekalog në Dritare TV, është duke folur për zhvillimin politik në Shqipëri, për padinj që ajo ka bërë në gjykatën e Tiranës dhe kërkon pezullimin e garës për kryetarin e Partisë Demokratike. Ndërkohë në këtë momente zonja Kokalari është duke treguar në një pemë të familjes Kokalari gjithë detajet dhe historikun e familjes Kokalari, lidhjen me familjen e diktatorit Enver Hoxha dhe të familjes dhe fisit Hoxhatëve që quhet në Gjirokastër. Deri në këtë moment zonja Kokalari ka bërë vërtet disa deklarata të bujshme, por më e rëndësishme besoj janë ato që lidhen me garën në Partinë Demokratike. Po, jemi tani? Jemi. Tashti të kam vënë në verë sepse kisha një problem me speakerin. Po, kështu që në këtë pemë e kemi pemën zonja Kokalari dhe të lutem na shpjego cila është lidhja e Kokalarëve me Hoxhatët dhe me Enver Hoxhën. Okej. Ke Hysen Hoxhën në pjesën e parë fare, rishtin e parë nga ana jote. Po të qofësh. Hyseni kishte dy djem, Isain dhe Beqirin. Po. Beqiri është dora, domethënë dega e Enverit. Po të shkosh poshtë tek Beqiri, kalon tek Enveri, Beqiri dhe kalon majt Enverit. Po. Isai është katër gjyshim. Tash Isai u martua me fëmijë dhe Isain e vrau Ali Pashte Pelena, 1800 or whatever. Dhe fëmijët la gruan, dhe gruan e kishte të Kokalarëve, të vërtet. Dhe la gruan me dy djem, që ishte Tahiri dhe Hamiti, tre djem. Kokalarë. Dhe ky Isai, vllai i Hysen Hoxhës. Kishte Isai? Isai ishte Hoxha. Hoxha Isai, para si juaj. Okej, so Hoxha ishin të Gjonit këta, me mbiemër Gjoni i pari. Kol Gjoni ka qenë i pari këtyre 450 vjet përpara zbriti nga Mirdita. Nga Mirdita? Për punë, thon nga Mirdita, nga pjesa e veriut është, po thon rrethet e Mirditës dhe zbritin nga Mirdita erdhi në Gjirokastër. Për punë, se s'kishin punë atje. Dhe ishin Hoxha. Ishte me mbiemrin Gjoni.
dhe u konvertua Kamiden në Gjirokastër dhe kur janë konvertuar kanë ndruar mbiemrin Hoxha sepse atij interesonte të merrte të gjete punë. Gjirokastra ishte hub për biznese për gjëra. Dhe prandaj këta tash në këtë pikë njiheshin si Hoxha në 1800-ën. Okej? Kishin kaluar nga gjoni në Hoxha. 1800. Po se në 1800 e ca e kanë vrarë këtë sërgjyshin Isajin, katër gjyshin. Po pastaj si kaloi Kokalari? Tash Isai ishte i martuar me një grua nga Kokalarët. Isai e vrasin, e vret Ali Pasha, njerëz të Ali Pashës të Pelenës. Po. Dhe edhe ai me politik merre, i luftonte Ali Pashën, ai se gjithë kanë gjithë me politik. Po. Ai më ndonjë Enver Hoxha dhe paske në gen Evi. Po është sepse edhe Enver Hoxha po nga ajo deka dal, më kupton pavarësisht se disa nga ne janë pak që ta keni qartë, nuk janë gjithë të saktë. Kanë gjithë nga një del, fatkeqësisht. Dhe Shqipëria ka vuajtur nga i deli, me thënë drejtën, kështu që Isai ai la jetim fëmijët dhe gruaja ai mori fëmijët tek i vllai të riste, dhe i vllai që Kokalar. Kështu që fëmijët filluan të nhifeshin midis mbiemrit Kokalarit dhe Hoxhës. Do të thënë nga Hoxha kaluan Kokalar dhe morën mbiemrin e vllait të Dajës. Po. Të ishin maman Kokalari ata. Do të thënë ata ishin Kokalarit të vërtetë se ne edhe ne gjatë Kokalari kemi, përderisa jemi pjesë Kamidene. Tani, ti lidhje direkte me Enverin të bie, do të thënë afër jo, po në atë linje. Babi me Enverin janë kushërinë të tretë. Babi me Musinen, Musineja dhe babi ishin Musineja dhe babi ishin një gjenerat. Një gjenerat. Edhe Enveri ishin një gjenerat. Baba ju e si quaj zonja Kokalari? Petrit Kokalari ishte kushëri tretë me Enver Hoxhën. Po. Tani kishe ki parasysh një gjë. Ki parasysh një gjë. Që këta, që kur shkonje tek Isai dhe Beqiri, vëllezërit, që njëri u vra dhe tjetri ishte ky Enver Hoxhës, i kishin gjithë shtëpit bashk. Ai ishin aty bashk në dhe i urritën bashk. Do të thënë ishte një afrimitet, do të thënë ishin që ishin kushërim. Për shembull, Isai nga dega babi tim, tash ata që u njoftën si Kokalar, po ishin Hoxha, do të thënë ajo degë e vogël që njihen si Kokalar sot. Kokalarët e persekutuar flas. Edhe ata, të gjithë janë të lindur në një shtëpi. Për shembull, babi im, babai Gerit, Vilson Kokalari, babai Vilson Kokalarit, gjyshi Ervin Hoxhës. Edhe Ervin Hoxhës, ministrit. Ish ministri mbrojtjes, që Berisha i thot nipi Enver Hoxhës. I mbrojtje, më fal. Gjyshja nga ana e babait e Tritan Sheut. Edhe Tritan Sheut. Ajo ishte Kokalar. Gjyshen Tritan Sheut e ka Kokalar dhe ajo ishte halla e babait tim. Dhe ishte martuar me një avokat në Korç me mbiemër Sheu. Dhe ajo Hallfero ishte shumë grua e fortë. Unë se kam takuar ndonjëherë, po historit në familjen ngeleshin të Hallfero, sepse ajo ndihmonte dhe familjen e babit tim kur vdi gjyshim dhe ai la jetim fëmijët. Tani, babi juaj e njihte Enver Hoxhën, kishte marrëdhënie, kishte kontakte? Jo, nuk ishte kontakte se ishte i vogël. Po Musineja ka lindur në një Musineja ka pasur kontakte? Musineja ka pas kontakte se ishte më e madhe në moshë dhe u mor me politik. Nuk ma mendje që ato mund të pas kontakte edhe në Gjirokastër, se nuk e din çfarë viti ka shkuar, është larguar në Enver Hoxha, po vëllezërit e Musinesë kanë qenë profesorët e Enverit. Tashti edhe ata e ke pres. Po pra, edhe ata i vranë, se ata i njihshin se kush ishte. Se kur do të thënë dinin që ishte një clown, ishte kishte ambicie Enver Hoxha, por ambicie kishte shumë ai në fakt. Sa i donte të martohej edhe me motrën e Zogut, kur ishte Zogu në karrierë, do të thënë ishte karrierist, po ta marrë shofoll. Nuk ishte komunist. Se njerëzit mendojnë se Enver Hoxha ishte komunist. Cila ishte marrëdhënia e Enver Hoxhës, sepse dihet ai dialogu që i vajti në zyrë Musineja i tha, me çfarë do ta bësh Shqipërinë, i tha. Nuk ka ndodhur, nuk e di ka ndodhur në zyrë ajo. Po tash Musineja, përveç jati gjyshi, përveç se lidhjen që ka pas që këtej me sa di unë, mamaja Musines ishte gjithashtu kushërirë e parë me maman e Enverit. Se martoheshin gjithkohon, do të thënë, unë kam pas 3 teza, të trejat martuar me Gjirokastrit. Halla, martuar me Kokalarit e vërtet. Që kur unë isha e vogël i thoya, pse ka dhe ky mbiemrin Kokalari? Dhe ajo thoshte se jemi geni fort dhe ka marrë nga ne, thoshte ajo talli, po e ke parasysh ato i shqiptisat. Babi ishte kushurim me paçanakët.
se gjithë ishin gjirokastri. Do të thënë, ishin mund kanë qenë 20 familje, më tepër se 20 familje që njiheshin me njëra tjetrën. Do të thënë Gjirokastra ka qenë në atë kohë, në 1930, them ja 30.000 veta, s'ma hamundet këtë pas më shumë se 30.000 veta. Dhe imagjino sa familje Karagjozët ka qenë një familje shumë tjetër shumë e madhe, nga gjyshja e mamit për shembull, ajo ishte e martuar në Zekat, po vetë ishin me mbiemër, më duket se ishin Beko, Shutme, po Çano, do të thënë ishin të gjithë familjet Gjirokastrit. Unë po të hyja të merja rrugën e sokakun e të marrëve që i thonë to, dilja nga palortoja e vogël që ishte halla, shtëpia e martesës së hallës, ngjitesha tek sokaku i të marrëve dhe vetëm te sokaku kisha njerëzit nga mami. Do të thënë, në krye ishte Zekatët që i kishin shtëpinë përballë me Enveroxhën. Dhe mamaja mamit ka qenë shumë shoqe me gruan e Bariomarit, që ishte motra e Enverit, për shembull, sepse aty e kishin shtëpinë. Sa i hypje lart sokakut marrit, filloni gjithë shtëpitë e kokalarëve, të hoxhatëve që ishin gjithë ta, që po diskutojmë tani, domethënë, dhe ngjitesha pak më lart ishin çuberatët, qartë. Gjirokastra ishin gjithë martuar. Ju jeni njohur me familjen e Enveroxhës? Well, këquan familja. Familja? Do thënë Enveri ti... Jo, nuk kemi pasur asnjë lidhje me ata.